Punë ti di mama, si menaxhohet fama, kam planet më dhaja, si bëhet paraja, hapi veshët mirë, që të jesh I pari, ta tregon Vezirja! Nga lidhet gomari. Vezirja mirë se erdhe në WTF Show. Mirë se ju gjeta të gjithë juve në WTF Show. Shumë faleminderit për dedikimin që kënduat këngën time. Me lejoni t'ju them që e kënduat shumë keq. Por gjithsesi e rëndësishme është ideja. Po shiko se ne vokalin tënd nuk e arrim dot tani, të lutem. Patjetër, jam dakord. Madje as me taka, se arrim dot. Kjo është pak po e sigurt, Kostian. Vezirja na kishte marr malli për ty, nga bëshmi në Shqipëri. Në Shqipëri se tani është bërë international. Po pse të kishte marr malli, unë gjithmonë prezente kam qenë. Madje më kanë thënë kur kam bërë një koncert në Bari që dukesha nga Durrësi. Më duke koka. Jo, vërtet. Ishte patjetër, ishte horizonti, domethënë I Barit aty edhe perëndimi I diellit dhe koka ime kështu me lulu. Luludhaqes, po patjetër. Që ta kuptojnë dhe njerëzit sa I gjatë jeti Vezira. Tashti ndryshon në varësi të takave. Ta se do thënë stinës apo s'ka lidhja. Jo, nuk është se të kurrem edhe. Jo, ndryshon në varësi të takave dhe duke qenë se unë vesh taka dhe kur fle, modestisht. Wow. Po patjetër, sidomos. Kështu fleti Vezirja më kolluar nga Zoti? Absolutisht. Wow. E di çfarë halli ka? Zgjova. Si të nxë krevati me këtë gjatësi Vezire, 2 metra femër. Ka krevati 3 metra, moj. A ka kështjell. Tash ti të lutem shumë, sipas vendit edhe kuvendi, kështu që kam porositur një krevat të madh, të cilin e marr me vete kudo që shkoj, sepse kur bëj turin nuk mund të qëndroj në krevate kështu mikroskopik. Po pra, se ti e kështu si rruga e Arbit po e ngritur në këmbë. Ke parasysh rruga e Arbit? Kam parasysh. Vezir, duhet të ndalemi pak tek Drag Race Italia, te pjesëmarrja jote e famshme që maniti gjithë italianët. Si të pritën atje? Shiko, unë nuk do thoja italianët mahniti gjithë botën. Okej. Pse do thuash ti? Pse? Ashtu. Sepse Vezirja është e para diva shqiptare që është pjesë e familjes së madhe Drag Race. Publiko në sallë. Ju lutem. Publiko. Okej, ja kështu. Që ta dini. Edhe një gjë tjetër që s'na dele keqja neve, e ke parasysh në Drag Race, tash nuk po them që është kompeticion, nuk po them që është konkurim midis shteteve, po për shembull ndonjë diva serbe s'ka. We did it first, bitch. We did it first, okay? You slayed, queen. Të lutem shumë. Po në Miss Universe do konkurosh pas kësaj? Jo, në Miss Universe jo, po të bëhet ndonjë, ku diun, Miss Jupiteri, mbase aty do konsideroj që të shkoj. Vezire, si aplikove në Drag Race Italia, se kurioze jam pak të di për historikun tënd. Dërgova një letër me pëllumb. Pastaj dërgova një kal me kështu me dhurata. Jo, aplikimi ishte, le të themi, shumë I gjatë. Jashtëzakonisht shumë I gjatë, sepse duhet të flisje me avokatës, duhet të flisje me social media manager, që I pan të gjitha rrjetet e mia sociale, mos kisha publikuar në një pislik, le të them në rinin time. Ja. Po tash ndonjëherë edhe pime dhe shkruajmë ndonjë gjë që duhet të shkruajmë. E zeza më na. Të keqen, por pastaj bëm edhe takimin me psikologët që të kuptonin, e ke parasysh nëse mbushnim apo jo. Si ishte top, besoj. Absolutisht, sepse në takimin me psikologen kam gënyer si derri. Po patjetër. Se çfarë pyetje të bëri dhe gënjeve? Po çfarë pyetje? Për shembull, një nga pyetjet që më bëri është kur ndihesh e acaruar apo e nevrikosur, çfarë bën? Çfarë I theti? Çfarë bën ti? Çaj thash. Po pra, çam pi një filxhan. Po pse gënjesh rreshtë? Po gënjesh rreshtë, çfarë ti thoja që I marr njerëzit me shpulla, I thyen shishen edhe I kërcënojmë. Absolutisht jo. Megjithatë, mund ta them fatmirësisht një deklaratë publike. Nuk kam probleme me egërsin, nuk kam probleme me kërcënimin ndaj njerëzve, sepse tani më në fund nuk është e nevojshme. Nuk është e nevojshme që unë t'i bëj keq dikujt tjetër. Paguan ti. Paguaj Paske gjetë zgjidhje. Është komoditet. Vezire, ka shumë lek pas ke bërë ande nga ke shkuar? Po pra flitet, Vezira ka pushtuar Italin me show, njerëzit paguajnë për ta parë, meshkujt italian, si të duken? Të shkurtër.
Të shkurtër? Mos valli ti me gjatë vezirë se ç'duhet. Jo, nuk e pranoj këtë. Unë jam le të themi një gjatësi normale. Po. Okej. Kështu që më vjen shumë keq është deficiti meshkujve që arrin deri aty ku arrin. Okej. Po pse po mendoja unë se mos vezira ka gjetur dashurinë ande në Itali, ka gjetur dhe në burr, apo jo? S'ke lidhje me dashurinë. Nuk kam gjetur, shiko, me thënë të drejtën, 7 ish bashkëshortit e mi, rreth me të pas të 7, kanë mjaftuar. Tani, fatmirësisht, po bëj lek vetëm. Kështu që tani you're self-made, si e thonë. I am self-made. Vezire, më fal, këta 7 burra që të arrinin ty i rindisi kështu njerëz i për tjetrit. Po patjetër. Të ta arrinin. Patjetër, po jo sipas gjatësisë, sipas llogarisë. Sipas llogarisë. Bën sens. Po tash kemi disa nevoja që duhen përmbushur. Se ka shumë kushton ti vezire për të mirëmbajtur veten. Sa kushton luku i vezirës? Për shembull, ky luk që ke bërë sot, sa kushton? Që nga maja e thorit deri te qimja e flokut. Te luludhaqja. Luket e mia, me thënë të drejtën, unë nuk e di sa kushtojnë, e di pse, sepse nuk më intereson. Thjesht kam kartën. Ke humbur numërimin? Nuk Kjo kam. është jeta që duhet arrimo. Nuk më intereson. Në momentin që llogaria jote bankare është më shumë se numri jot i telefonit, dhe po flas për numër telefoni kështu të huaj që kanë më shumë. Me prefiks parë. Me prefiks. Po patjetër, atje në atë moment pastaj jeta merr tjetër kuptim. E shikoni jam më i qetë. Po, se ti vezire nga Drag Race, po përpara se Drag Race ti ke qenë tek Portokallia. Patjetër, po. Po dhe atje ka qenë ky prestigji, ka i madh që ti paguhesh ka shumë, më thënë. Absolutisht jo. Çfarë ndodhi që nuk të shoh më atje? U trasha. Ku trasha? Me thënë të drejtën, në vendet e duhura. Aty ku duhet të trashësh dhe ti pak. Atje ku duhet unë të hollohem pak. Gjithsesi, mund t'ja japësh, ekzistojnë kështu. Mund të bëni një kile. Gjithsesi, eksperienca ime në Portokalli ka qenë gjithmonë shko e ik, nuk e dini nëse e keni perceptuar. Nuk kam qëndruar në s'më mban vendi mua. Nuk rri dot në të njëjtin vend, duhet të bredh, Se mos nuk të mban topi mirë, ora. Tash i varet për çfarë topi, për flamur topi. Jo, për bamir topi. Apo për bamir topi. Ky është i vetmi top që ty të intereson? Mua, jo, me thënë të drejtën, kam edhe një gjyle në shtëpi që e mbaj për e ke parasysh për estetik, nga koha e Lipash të Pelenës. Po se kam gjetur akoma topin. Kur t'ja gjet do të them. E po kështu është kur lëviz lart e poshtë do ta humbasësh topin. Se s'është e lehtë. Vezire, ti në Portokalli ke pasur skeqe me disa prej aktorëve të Portokallisë. Si ka qenë bashkëpunimi? A kishin xhelozi për ty, për famën që ti kishe në atë kohë dhe famën që ke sot që ka ardhur në rritje? Shikon, unë mund të them vetëm kaq që unë kam parë gjithmonë rrugën time. Kam parë gjithmonë xhepin tim. Dhe normalisht zgjedhjet e mia më kanë çuar këtu ku jam, siç e thotë edhe kënga që ishte një, le të themi, parashikim të ardhmës, më kupton? U ka parë rrugën time dhe nuk kam parë qenë të letë lejnë, tha. Karavani. Vezira ecën përpara. Po me bukrën e mretit dukeshit shumë të afërta. Bukrën e kam shumë xhan, e di pse? Sepse është gjithmonë atje kur ti ke nevojë për një sherr. E ke parasysh që ti do të zihesh dhe bukra është gjithmonë atje, e dashuroj. Sepse vem aty dhe fillojmë të kapemi. Ka pasur kështu xhelozi? Konflikt interesi besoj më shumë për se mreti bukrës ka. Jo, me thënë të drejtën, mreti bukrës është mreti bukrës, edhe unë e respektoj edhe e vlerësoj për këtë gjën. Fatmirësisht kemi papare që të dyja, më kupton. Por që më pëlqen ajo gatishmëria e saj për të bërë sherr, nuk gjen me njerëz të tillë që ta sherrin kaq të lehtë, jam shumë politically correct. Në një nga këngët e tua, me famë ndërkombëtare, flasim hollywoodiane, ti shprehesh që nëse ti bëhesh me nerva, mund të qellosh dikë me sqepar në kavitetin anal. Tani ti kanë ngritur ndonjëherë nerva ty te Portokallia
që ka merituar si e pari, pastaj vendin vendos e vet, Tash domethënë. me thënë të drejtën nuk është të qelloj, po është angul, këtë sqepar, Po. është teksti kryesor. Por e kam dëgjuar me titra rusisht edhe. E kuptoj. E ke dëgjuar me sy. Atëherë, le të themi që Spill dhe ti Vezire, ku Hajde, ja ke Vezire, ngulur? tani. spill dhe ti kam një listë me emra. Nuk është vetëm një. Kam një listë me emra, por ti the specifikisht për portokallin. Janë disa emra që unë nuk e di, nuk do doja ti përmendja thjesht për një sëkolldi kështu personazh. Të vjen se këlldi kur i përmend. Të vjen kështu një afsh, në jafshin zet apo i ftohtë? Si jafshin zet që vjen kështu nga lart, pastaj ikën poshtë, pastaj merr drejt. majtas edhe ikën fare Edhe ikën, pastaj. po. E drejt. Kështu që por gjithsesi ca gjëra janë publike Tani, dhe ti Vezire ke pas shumë eksperienca dhe unë doja të dija pak krahasuar eksperienca jote në Shqipëri, në Portokalli, krahasuar me eksperiencën tënde në Itali. Si të trajtonin ty Vezire këtu dhe si të trajtojnë atje? Është si nata me ditën absolutisht, po të shqisë është bërë pak klishe kjo që themi që jashtë gjërat funksionojnë më mirë, në Shqipëri gjërat nuk funksionojnë fare. Dhe kjo ndodhë sepse jashtë gjërat funksionojnë më mirë. Është të vërtet pra. Është më mirë andej se sa këtej. Kush ka ikë jashtë ka par hajër? Jo të gjithë, Jo të gjithë. Unë fatmirësisht kam patur fatin e madh që kam par hajër dhe eksperienca është jashtëzakonisht shumë e ndryshme. Duke filluar edhe që nga kushtet. Është një diva do të trajtohet si diva, lutem shumë, vërtet. nuk dhe atje këto kushte e ofrohen absolutisht. Madje në një koncert që tani do bëj së shpejti, do e bëj në Brescia, sapo mu komunikuaj që do më fusin tek venue, tek skena me 2 bodyguard. I thash, çam duhen mua bodyguardët, unë jam 2.5, do të thënë 2.5 kush afrohet, më kupton? E vërtet. Kështu që i thash bodyguardët, jep ju lekët, të merren me le të merrem me gjë tjetër. Po në Shqipëri ke menduar të bësh një koncert Vezire, të tëndi një gjë recitale madhështore. Apo na harrove edhe do ikësh vetëm jashtë. Jo, absolutisht, unë nuk do ta harroj kur Shqipërinë nuk do ta harroj kur komunitetin tim me fansa që janë të jashtëzakonshëm, edhe që unë i dua pafund, që janë fëmijët e mi, unë i quaj kështu, my babies, fëmijët e mi të dashur, kështu që unë sinqerisht po mendoj që të bëj një koncert të jashtëzakonshëm. Prallor me të gjitha këngët e mia, me të gjitha. Stadiumi besoj, se aq shumë fansa sa ke ti, duhet stadium. Stadium në San Siro. Më të thash që kam qenë në San Siro. Jo, Po moj motor, si vajti kjo punë. Isha në San Siro, me thënë të drejtën, por një natë më përpara San Siros isha në klub. Isha në klub edhe aty në San Siro me turp me thënë, më zuri pakës gjumi. S'ke fare. Më zuri pakës gjumi, po që ishte eksperiencë e jashtëzakonshme. Shumë e bukur, një vend gjigant që do ta kisha kursyer, se nuk është se e ke parasysh, si ishte në gjyqëri, kisha preferuar të isha më mirë në kravatin tim duke fjetur, por ishte eksperiencë e bukur. Vezire, ti njesh Me këto taka kam qenë. me të njëjta taka. Me të njëjta taka kam qenë. Perfekte. Këto kanë shkelur San Siro. Bring the success to us. Lota. Do na lësh neve një tak të sipër se nuk ta valla vemi. Unë mund ta lë këtë takë, por problemi këtyre takave është që këto vinë me lej, janë me lej, sepse konsiderohen si armë të ftohta. Dhe po ti gjeti policia pa patur atë lejen të fusin në burg. A e ke përdorur ndonjëherë takën për sulm? Jo, nuk e kam përdorur. Apo po më përgjigjesh dhe mua si psikologes në Itali? Jo, nuk e kam përdorur për sulm. Jo, po të tregoj të vërtetë. Zemra si duhet, është 2 metër e 5. Për sulm, preferoj helmin. Vezire, dua të ndalemi pak tek mungesa e drag queen në Shqipëri. Ti je the queen of drag në Shqipëri. Po, atë a do të pëlqente ty të kishe edhe konkurrencë pse nuk ke? Jo. Absolutisht. Shiko, është një ndryshim i vogël. Ka shumë performues që bëjnë drag, por
drag queen. Nuk ka. Nobody can be. Dhe dua të ndalemi Like her. pak të komentojmë këto personazhe me radhë. Kemi Salsano Rapi në Portokalli, i cili ka imituar Bora Zemani. Si e komenton? Salsano Rapi është jashtëzakonshëm. Madje do të dish diçka. Në periudhën time në Portokalli, kam pasur grimierën time që jam mësova të gjitha teknikat, ai ka parasysh këto truqet e mia, le të themi, që i bëja një kohë se tani unë nuk bë make-up, jam natyrale kështu. Dhe ato lloj teknikash i ka bërë pikërisht te fotoja e Salsanos. Wow. Do me thënë njohuria, dituria ime vazhdon edhe sot e kësaj dite. Pas kelloj gjuhë, vezire, pas kelloj gjuhë. Kemi Beskallakun, i cili gjithashtu ka pasur role të vazhdueshme si vajzë në emisionet humoristike. Si do duket Besti? Të jashtëzakonshëm. Si drag. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë mjekra e gjatë. Dhe vetmja kritik që kam që është problem kudo në Shqipëri, janë paruket janë jashtëzakonisht të shpifura dhe do doja që të bëj diçka. Po parukja e Erioni Sajt me lepur, me vesh lepuri, si do duket? Format nuk ngjason me format e tua, po mendon që është përpjekur? Ajo më kujton, kam pastrusja ime, Consuelo, ka një letë që pastron këto xhamat, dhe është fikse ajo paruka, me qëra fjalla për paruket, kam kënaqësinë të them që së shpejti do të hap një biznes me paruket. Vërtet? Bravo! Që për herë të parë Me çfarë ngjyrash? të kemi paruke cilësore, do jenë të gjitha ngjyrat, absolutisht, të gjitha ngjyrat, të gjitha opsionet sintetike me flok njeriu, ortopedike të stiluara, apo jo, ato janë ortopedike, jo, nuk. Okej. Po, këto me kështu flok për drag njeriu? queen, apo edhe normale? Edhe normale, absolutisht Po, edhe super. normale, sepse nuk bëjmë paragjykime, të gjithë mund të blejnë parukën e tyre dhe të jetojnë fantazinë. Vezire, sa ka qenë çmimi më i madh që ti ke shpenzuar në një paruke? Hoj. Na tregon të Hajde, shifra se Vezire, Vezirja tani. flet troç, nuk Varet, ka paruke që mund të kem shpenzuar deri në me sa zero? 2000 euro. 7.000? Shumë. Ti mendon se me 7.000 euro mund të marrësh një paruke të hajrit? Unë nuk marr vesh, sa 20? pra? 20.000? Okej, mund edhe më poshtë mund të dalë. 15. Nëse ti merr një paruke me flok njeriu, po që është një paruke e dëndur. Po? Dhe tash ti kur bie fjala për volum, hani. Të lutem. Të lutem lutem shumë. tani, po. Kushtojnë, janë goxha të kushtueshme. Po për paruket që janë normale, për madje përdorimin në jetën e përditshme, ato kushtojnë më pak. Pyes për i shok. Çfarë duhet të ketë një mashkull për të fituar zemrën e Vezires? Çfarë potencialesh? Çfarë duhet të ketë një mashkull? E pare punës duhet të jetë më gjatë se mua. Dhe këtu Ka më mbyllet gjatë se ti. Diskutimi. Ku ka më gjatë se ti? më gjatë se mua. Po me vajza do eksperimentoje Vezira? Kam eksperimentuar. Wow! Hani, po pse nuk linda dje. Gjesti do ishte në zgjedhjet e tua? Kush? Gjesti. Ky i bigu se po bën Ky Big namin, e ke Brotheri, parë? që Vishet vesh atë me roz, me me- flango, me po. kostum ludha, flokët roz. Gjesti, po pra, si shkurtër më duket më. Po deri ku mund të ta arri gjesti ty për Po shembull? që ti pse bën pyetje që ti e di përgjigjen? Jo, kurioze jam ta di se si ja kam iden. Nuk e di sa i Se gjatë, se nuk i mbasi kam kështu vënë nga metrin gjesti. 1.50, 1.60 atë. Ai Po ja të kishe ti një natë gjestin, çfarë do bëni të dy bashkë? do luanim dominom. Sa ti po, të kem për të vënë një palë perde se ngjis dot, është i shkurtër, më kupton? Por që gjithsesi te Top Channel-i, që unë kur dilja te Portokallia më thoshin gjithmonë që duhet të dalësh nga anë e majt. Se po të dilja nga anë e djathtë, më dilte logoja e Top Channel-it në sura. Patjetër, tash ti gjatësia ka kusuret e veta, veta. absolutisht. Me qëra fjala tek Gjesti dhe të Big Brother dhe Laerti, të gjithë djemë të shtëpisë u bën si drag. Laert Vasili do e shikoje si një drag queen? Se e bërë shumë i rolin. Bën dhe puthje. Bën dhe puthje, o shikoja puthje si një drag queen. Jo, me thënë të drejtë, shiko, të gjithë mund të provojnë artin e dragut, është thjesht një art. Në momentin që ti, mund ta bësh, po pastaj në momentin që e bën,
duhet edhe të bësh diçka, do të thënë të dish të bësh diçka, të performosh, të kryosh një personazh. Se nuk është ideja që thjesht të krijove imazhin edhe aq mbaroi puna aty, absolutisht jo. Aty është vetëm fillimi, është gjeneza e të gjithës. Por që nuk e di, do ishte argëtuese. Argëtuese. Dhe ai është një aktor që mund të krijojë një personazh tepër interesant. Tani Vezir, dua që së bashku të rendisim top 5 outfitet dhe looket që ti ke bërë ndër vite, në videoklipet e tua, në Drag Race Italia, kudo. Dhe kemi foton e parë ku je me një fustan të kuq dhe me flok të kuqe. Ti nuk e di se cili do të jetë looku i radhës, kështu që The Lady in Red. po, kështu që nga 5 vende duhet ta vendosësh në një vend. Duhet ta aty do ta vendos në vendin e dytë. Pse? Do ta vendos. Sa ka kushtuar ky look ose koha? Ose çfarë kujtimesh ke nga ky look? Ajo me thënë të drejtën nuk ka kushtuar shumë, sepse ishte momenti që sa më kishte vdekur burri 6 edhe Ishte në zi me lekët. Kështu që në zi, nejse. Sa të vinte i 7 ishin Ka qenë në të kuqe, nuk e sheh. Dhe me atë kemi marrë një perde, e kemi qepur, e kemi bërë fustan dhe ka dalë një fustan i mrekullueshëm. Okej, looku tjetër është ky? Ky është një look, ky look më pëlqen nga qafa e sipër, le të themi. Ajo paruka ishte goxha e kushtueshme, por që gjithsesi ai atë kimonon dhe mund ta kurseja. Në çfarë vendi? Do ta vendos në vendin e 4. Okej, në vendin e 4. Dhe një look që është my favorite, me Leila, të shkon Leilaja. Tani po vërej që pas kam bërë shumë looks që janë monokrom, që janë një ngjyrë. Ajo më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Atë do ta vëm në vendin e parë. Do ta vëm në vendin e parë. Okej, një look tjetër këtu shala na, mashallah. Aty fatmirësisht nuk kemi, do t'i tregoj. Kjo shal na mban. Kjo shal na mban. Kur i kemi do i nxjerrim, të lutem shumë. Ka ngel vetëm vendi i 2 dhe vendi i 5. Këtë ku do vendos? Atë do ta vëm në vendin e... Okej, vendi tjetër që ngeli është... Të mos e dhjeva. E dhjeva. Ai është një look që unë e kam shumë qef, është nga një stilist i jashtëzakonshëm nga Kosova që quhet Plastic Lori. Do me thënë, me punën dhe stilimit në Shqipëri jemi një keq, duhet ta pranojmë, okej? Stilistët në Kosovë, le të themi, janë më të guxuar me gjërat që bëjnë, nuk janë vetëm dasma dhe mbrëmje mature. Do me thënë, ecin mandej, nuk kanë frikë që të eksperimentojnë me gjërat. Se më kujtove diçka këtu Vezire. Tani në personazhet shqiptare, qoftë shqiptare apo shqiptar të Kosovës, këdo shikoje ti si një drag queen potencial? Si një drag queen potencial? Unë nuk mund të them si një drag queen potencial, unë mund të them totalisht si një drag queen. Okej. Absolutisht the one and only e para, është Gili. Zizë lënje është dragu, the drag queen, absolutisht e jashtëzakonshme, është Adelina Ismaili, që ka qenë gjithmonë shumë e guxuar, gjithmonë me atë personazhin e vet. Madje në këtë performancën e fundit bëri edhe një 4 reveal, që hiqte gjërat, që kishte kostumin poshtë dhe i kostumi e jashtëzakonshme dhe pakës Miria Bra. Pse pakës? Në periudhën kur kishte atë cullufen e bukur kështu atë me vala me onde. Por mund të them që me shkallën e gufimit të flokëve edhe Luana Vjolca është në ujërat e drag. Por të gjitha këto që ti përmende nuk të arrin dot. Absolutisht jo. Edhe me mira vite të mundohen nuk të arrin dot. Jo, nuk më arrin dot. E pare punës jam shumë e gjatë. Dhe e thamë duket që je i gjatë apo nuk e tham. Nuk e tham që je i gjatë. Duhet ta specifikojmë. Duhet ta specifikojmë se nuk e kuptoj njerëzit. Dhe jam shumë e bindur që ka pak drag aty brenda. Tek looket që na servir Luana. Vezira, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu. U kënaqem shumë, nuk e di sa u kënaqe ti me ne. Edhe unë u kënaqa jashtëzakonisht shumë. Ishte me të vërtet një nder i madh për juve që ishit pjesë të intervistës tuaj. Unë mendoj që kam kapur majat e karrierës me këtë emocione me asnjë intervistë sot po drivesh. Unë them ta mbyll. Ska më lart se kaq. Ska më what the fuck, kjo ishte finalja. Unë mendoja pikërisht nga what the fuck tani ta vëm this is it.
This is it. The end. This is The it. end. This is the end. Faleminderit dhe ju që na ndoqët. Lërça thot Kostiani se prap çdo të prem dhe këtu jemi në ora 8:00 në Andale dhe jemi çdo të martët shtunë duke komentuar Bigun live apo jo guys. Ka Jemi. shumë për të Na ndiqni sepse ne për çdo gjë themi What the fuck? Nëse ju pëlqeu ky episodi What the Fuck Show, na bëni subscribe në Andale AL për të ndjekur më shumë episode të reja. Ándale.